Përpara se të ndalem te Marotta League dhe ai episod që ndodhi në fund ndeshjes, dua të analizoj disa aspekte të tjera të ndeshjes, sepse ky barazim, ky zhgënjim i sotshëm nuk është vetëm për shkak të Marotta League dhe episodit që ndodhi, Marotta League supozuar për ju, por në radh parë duhet ta gjejmë gabimin ke vetja, duhet ta gjejmë problemin ke vetja jon, sepse është e pamundur që ti të bësh një paraqitje të tillë kur pretendohet që je në rash final, je në 10 ndeshjet e fundit të kampionatit, pikërisht pas asaj ç'a ndodhi edhe në derbin e Milanos. Pas gjithë episodeve, ishte pikërisht momenti ku ti duhet tregoje fytyrën tënde të vërtet, agresivitetin tënd, të gjithë ato padrejtësitë që t'janë bërë duhet ti nxirje të gjithë nervat sot në fushë dhe ti nuk mund të kesh një approach të tillë. Dhe këtu fare në ka radh parë ka trajneri, sepse jetia ai që i transmeton mentalitetin e ekipit në gjendjen që është, në pikën ku është kampionati, më pas vin ke lojtar, zhgënjim absolut, hiç dy lojtar. Pio Esposito, i cili të vetën e bën gjithmonë me aq kapacitet sa ka, shënoi edhe gol sot, dhe Dumfries që për fat të keq ishte edhe aktor në atë incident që ndodhi, që do flasim edhe për atë. Siç e thash, approachi tejet i gabuar, një Inter që vinte kundër Atalantës, një Atalanta që dukej tmerrsisht e lodhur, kishte shpenzuar shumë për post 6 golave, pra shokut psikologjik që kishte pësuar në Champions League, ishte edhe lodhur fizikisht, dhe kjo u duke edhe në fushën e lojës, dhe Interi ç'a bëri, pas kaq shumë kohësh ti kishe mundësi, pra kishe ndeshjen pas 7 ditëve dhe nuk arrite ta shfrytëzosh dhe bëre një paraqitje kaq mediokër sot në fushë, ku për hir të vërtetës nuk e kishe fare atë nervin, nuk kishe fare agresivitet. U pa qartë që me aktivizimin e Dumfries nga minuta parë, u pa qartë kemi humbur në gjithë këto muaj, u pa domethënë komplet sa shumë shtynte Dumfries në krahun e tij, pasi ishte edhe pjesëmarrës në golin e realizuar nga Inter. Siç po e thoya, një Inter i pakët, një Inter i dobët, por edhe Atalanta ja bëri shumë klet, pasi Atalanta e dorëzoi komplet topin, por është e pamundur që ne t'i lëshojmë ndeshjes, pasi vjen edhe në arrim edhe ta zhbllokojmë ndeshjen. Shënojmë 1-0 me Pio Esposito për një gafë edhe të portierit Carnesecchi të Atalantës. Por është e pamundur që ti ta lësh ndeshjen, një ndeshje decisive për kampionat, pas asaj që ndodhi me Milan, ta lësh deri në minutë fundit në diskutim, një rezultat 1-0, gabime fatale të sulmuesve. Unë nuk e di çfarë pretendojnë këta. Nuk e di, këta duan të futen me top brenda në port. Është e pamundur, është e patolerueshme. Sa raste duhet humbim ne për të shënuar gol? Sa raste? Turam inekzistent, edhe atë rast me portierin. Është e pamundur. Barella Tmerr, çfarë do më? Unë nuk e kuptoj çfarë do më Barella. Ka filluar jep edhe me tjashme, nuk e di tash, duket vetja Quaresma. Është e frikshme. Suçi gjithashtu një zhgënjim. Zielinski sot nuk e di, mua nuk më pëlqeu Zielinski fare, edhe pse ishte ai që unë mundua. Di Marco gjithashtu nuk ishte mirë, mbrojtja u çorodit komplet. Me Bisek, sinqerisht me Bisek është e pamundur, ka bërë disa ndeshje të mira, por është e pamundur, është një rrezik konstant, gjitha sulmet, po të shohësh gjitha ndeshjet, sulmet vijnë nga krahu i Bisek. Shumica e sulmeve nga krahu i tij. Domethënë, kur ti ke një sulm inekzistent, kur ke mes fushën inekzistente, mbrojtja gjithashtu ka filluar të bëj budalliqe. Sommer, le të mos flasim se edhe ke goli i psuar ishte, domethënë absurditet. Sommer është si me qenë unë, domethënë si me qenë unë në port është po e njëjta gjë. Mbyllet pjesa e parë 1-0, nuk e kuptova ndrimet që bëri Kivu, sepse për mendimin tim ndrimet ishin komplet gabim. Domethënë ti heq Di Marco, edhe pse nuk ishte keq, po megjithatë Di Marco është nga ata lojtarë që me këmbën që ka nga momenti në moment mund të krijojë një episod. Ti heq Di Marco dhe për çfarë e bën? Sepse ndeshja me Fiorentinën do të vi pas një jave, dhe në rastin më të mirë në ndeshjen me Fiorentinën ty do të rikthehet Lautaro, do të rikthehet Bastoni, do të rikthehet Çalhanoğlu, jep për maksimumin për çfarë po i ruan. Për çfarë po i ruan nuk e kuptoj. Ti heq, fut Luis Enrique nuk di të bëj rolin e vet në krahun e vet, ti e fut në krah të majt, domethënë është një skandal komplet. De Vrij vetëm nëse Akanji ka qenë i dëmtuar dhe ka kërkuar ndrim, sepse që të fusësh De Vrij në vend të Akanjit është e pashpjegueshme. Ajo është domethënë është tmerr. Nëse do kalojmë te episodi që ndodhi, për mendimin tim rasti i Dumfries ishte gol i rregullt. Ishte një ingenuitet i Dumfries komplet, një vlerësim komplet gabimi situatës. Absolutisht nuk kishte faull fare, ishte gol tmerrsisht i rregullt. Por ti si Dumfries kur e shef që je i vetëm, je mbrojtës i fundit, të vjen topi
Bjeri hiqe, largohe, nxirre në rëvënie anësore, është e pamundur, domethënë është një gaf amatoreske fare e Dumfries, i cili për hir të vërtetës, për mendimin tim ishte edhe nga më të mirët në fushë, për shkak të asaj që ndodhi, nuk është faull asnjëherë në botë. Më pas vinte te Marotta League. Tani do flasim te Marotta League sepse vetëm 2 minuta mbas atij goli të Atalantës, që shumë interistë pretendojnë se ishte faull, për mendimin tim nuk ishte faull, vjen ai kontakt me Fratezin në zonë me topin që e hedh Thuram me kokë bën spondën. Fratezi është penallti e pastër. Dhe është e papranueshme që pas asaj që ndodhi në derbi të vi pikërisht ky episod dhe jam plotësisht dakord nëse arbitri e pashu, por të paktën vari duhet bëj çek, duhet ta thrasi, hajde shije, hajde shqyrtoje edhe ti. Dhe më pas anullohet, s'ka problem, të paktën ta thrasi vari, është e patolerueshme domethënë. Është episodi i dytë rresht. Nëse e keni vendosur që ta heqin këtë kampionat, dakord, hiqeni këtë kampionat. Po jo kështu. Nuk bëhet kështu, është e pamundur. Pastaj drejtuesit e Interit, ku janë më ngriheni zërin më? Çfarë po bëni më? Po të hikën kampionati, sepse siç e kam thënë, në radh parë fajtor janë lojtarët, sepse ne ishim shumë dobët sot. Por nga krau tjetër, episodet janë pikërisht ato që po flisja edhe javën e kaluar. Episodet janë ato që e vendosin një ndeshje. Dhe pikërisht sot ishte ai episod që e vendosi këtë ndeshje, sepse edhe në ditë kur kondicioni fizik, aspekti psikologjik nuk është mirë, janë episodet ato të cilat duhet ta zgjidhin. Dhe kjo ishte një penallti e pastër. Dhe hajde më flisni prapë për Marotta League pastaj. Më flisni prapë për Marotta League. Shohim çfarë do bëj Milani nesër, potencialisht do jemi në +5. Shojmë, është vetëm fillimi, është shumë e rrezikshme, sidomos me këtë qasje të arbitrave që kanë, kondicioni jonë fizik gjithashtu, të mos diturit të shfrytëzosh rastet, unë nuk e di. Shojmë që të ndodhi deri në fund.